I dashur publik, një në gjazjeta dhe njëherë, që shupënëtoha mas një 2-3 minutave, ka me ardhë prapë. Tash po pres dhe sa të rritet pak numri e njerëzve që lidhen. Edhe pastaj do të flasim për temën tjetër lidhur me atë se na pas ka ardhur një propozim i ri për kandidat të presidentit. Hajde mëre për hajrë. Ta shohëm kush koka. E ta këqyru ma po kualifikohet me kon president e jo. Po presat e pak sa të vjeni numër i shtuar i njerëzve që kyqen këtë transmetim, e pastaj do të flasim. E keni pa, ju që na keni përcjell neve, na e kemi raportu vazhdimisht temat të ndryshme, të ndjeshme, temat të cilat kanë bojnë me integritetin e të vërtetës, temat që kanë bojnë me politikan tanë, me grupe politike, e të tjerë, po ndërto kemi raportu edhe për zotni Haradinajn. Tash, pas ka ardhur ideja që ish kryeministri i Republikës Kosovës Ramush Haradinaj me u propozu si kandidat e mundshëm për president të Republikës. Kosova është demokraci. Njerëzit kanë drejt me propozu kënd të dojnë. A kupton? Mujnë me propozu dhe marrjen e kushis. Po ato propozimet do të pas kuptim. Do të pas kuptim të unitetit kombëtar. Do të pas kuptim të dinjitetit njerëzor, dinjitetit politik, dinjitetit patriotik, madje. E unë kisha desh me i shpalos disa detaje shumë të rëndësishme lidhur me zotnin Haradinaj, para se të dëgjojmë na propozimin. Ajo që ka është më interesant, i dashur shikues, është që njerëzit që shkojnë me mikrofona politikanëve për mja bo pyetjen, a mendon që je kandidat adekuat për president, do më thonë, janë sikur me konë kështu tabula rasa komplet. Ti nuk shkon me pyet politikanin, veç ai mendon se je kandidat adekuat. Ti i kallzon pse ti zgje kandidat adekuat. I thua, mendon se pavarësisht faktit që kritik që karriera juaj politike dëshmon këtë, a mendon se të t'ishte e mirë për venin që ti me konë qëtë pozit? Ose shkon s'ki nevoj mja bo Ramushit pyetjen, shkon ja bën pyetjen atyne që po e propozojnë Ramushin. Me thonë cilat janë kriteret mbi cilat ti po do me propozu këtë kandidat për president. A po kupton se në sajë të krejt historikut, çka ai e ka, po flas të mas luftës, si politikan. Ky njeri, jo president, po as kryetar komunës më mënu. Po gjithsesi, ta shohim video. E presidentit, ai e gati me pra nuk i cfit? Jo. Ky i thot me njerë, thot, ai e gati me pranu sfidën dhe mek. Shëti fakt gazetari, apo mërë veshti. E së të ka lëku edhe amni për president. Nëse Ramush Haradinaj e shblokon... A vesh ta keni qartë, që ky djali
që po del me ulpiona pres aty, do më thonën që ju ta keni parasysh me i lidh situatat, është poqa ideali që kur shkoj me ofru mikrofonin Samilu Shtakut, ja ofroj edhe belin Samilu Shtakut. U shkoje u përqafu me to, sa si hike në gjepun e po thomë, për hirë të komunikimit respektueshëm me publikun, se një nona jemi a thike tjetër muhabet. Sa si hike, shumë rëndësi po ju shqiptarët që jeni të Kosovës edhe i dini këto shprehjet e vjetra e të publike, ju e dini mirë shka që shprehjet shqiptari. Po unë po thomë sa si hike në gjep, për me qenë pak ma korrekt me gjuhën publike të komunikimit, unë veç po punona po që e gjeta. Qërja krahin të trap Samilu Shtakut, i ljumëtur në krahun e Samilu Shtakut, Zoti e boft hajrë, thuti kë, inshallah po pështojna, ma e Zoti ma, inshallah po pështojna. Shene pyetjen që e drejton Ramush Haradinajt. Gërqin e presidentit, a je gati me e pra nuk i ci? Jo, nëse opozita pra në Kosovë, ishë opozita në të rast aleanca, LDK, PDK, do të në kandidojshin, do të shurtojshin mundësin e kandidaturës nga opozita, kuptohet Kosova është në sfidat më ha, në vështërësit më ha. Mu më pëlqen Ramushi, se kë thellë në mendjen e tina. Ashtu e ditë që partia shumis nuk e votën. Po ju kalzoj më vonë pse. Besoj që e dini, po ju kalzoj kështu me kronologji të dokumentuar pse. Ngoni. Qa shërtu, pra nëse opozita më propozon në rast e një gare për president në seancë, qa shërtu, a me kandidua, ja. Ju e dini në s'kam qenë kandidat për president, nuk jam edhe sot kandidat për president, por nëse opozita, nëse ata në cilë i kem përtu qytetarit, eqen për para të dherit, e kanë këte opcione e shqiptarit. Zotri Haradinaj, kem pak të ditët e fundit që të kanë. Në radhë parë, do të me kujtu që edhe pse LDK-ja ka hyrë në garë, masi e bani Puqin, bashkë me Vjosa Osmanin, kundër zgjedhjeve të dhjetorit të vitit kalum, ka hyrë në garë me idenë për kandidate për presidentin me pas Vjosa Osmanin. Tash këta të e pa që Vjosa Osmani së një bani as 80.000 vota, këta e kanë marrë vesh që ju ka shpërthyr rrota. Nuk kanë besim më qytetar. Edhe për mos me e thonë vetë që se kena më Vjosën kandidate për presidente, e qesin që shtu ka një kokër në përkojshi, me nëj gazetar që e kontrollojnë, e me nëj gazetar që e ka në gjep, Samilu Shtaku që ja prezentova këtë zotnin aty, edhe ta që këshyrin me matë pulsin, pa jeni të e po, sa të varë për janë, me qëfar taktike të dashë me matë pulsin, edhe me qëfar njerëz jënë të dashë me matë pulsin. Para me nëne, me Ramush Haradinaj. Apo më rrështë apo nga kënina, me Ramush Haradinaj, ta jënë të dashë me matë pulsin, apo ju pëlqen popullit Ramush Haradinaj, a ju. Une, po du me u kalzue, ma i spari, një letër që ja shkrun Adem Grabovci Haradinajt. Nëse e keni harru ju, ajo është letra e vitit 2018. Dëgjojni, unë e pa ta shkru një artikull për këto,
ku thuhet 7 thikat e Haradinajt mbi kurrizin e shtetit. Ky artikull u botu me 5 prill 2026. Te pjesa e dytë e artikullit, unë them, a ka moral Haradinaj të flas për vjedhje dhe mashtrim? Që po ja lëshoj një segment vogël të tina në fjalimin parlament. Nderuar deputet, kabinet qeveritar, dashur qytetar, edhe sot mashtrosi para nesh me një mashtrim ideal. E pyetoj si në mashtroj forsi për ata kontrash zoti Haradinaj. E lutem, mashtrimi nuk është hyrje. Sot Mashtrimi thot nuk është fyrje. Sheti çfarë karakteri ka. Domthon për ato mashtrimi nuk është fyrje. Mashtro ti sot dush ose fyrje, s'është problem kjo pune. Veç 20 biç aty. Ma tu t'jes kena nevoj me lodh me folë se shkatron. Që më thonën, është skandal. Po pjaruj pak ftyrën, nuk po e lodh me folë me të tje. Po ja lexoj argumentin tim gazetaresk në artikullin e 5 prillit në seksionin e politikave kombëtare. Që ju ta keni parasysh i dashur publik, seksioni i kronikave të Barutit, ku është politikë kombëtare, është qëndrim editorial i redaksisë tonë. Kur e nxjerrim në artikullin në seksionin e politikave kombëtare, qëllimin e kemi me ju informu juve çka ka ndodhur, por e japim analizë politike asaj ndodhije në përputhje me interesat kombëtare. A është domethënë e dëmshme çajo ngjarje, çaj zhvillim, çaj ndodhi dhe kush po i bën dëm interesit tonë kombëtar. Prandaj kemi material komentues, domethënë e hartoj materialin në formë komentuese interpretimit politik të asaj ngjarje. Në artikullin tonë aty unë them, a ka moral Haradinaj të flas për vjedhje dhe mashtrim? Këtu duhet të kthehemi te letra e Adem Grabovcit e vitit 2018, një dokument që sot duhet me u lexu si një manual i anatomisë së kapjes së shtetit. Grabovci, njeri që dikur i lëvizte fijet e pushtetit, i drejtoi Haradinajt pyetje që mbeten si thika mbi tavolinën e historisë. Ramush Haradinaj e hapi thojnë zënon, pre nga e arrite pasurin marramendse personale, pyeste Adem Grabovci, duke ja listuar me një saktësi kirurgjikale shtëpin disa milionëshe në Prishtinë, ato që ka në Dragodan, banesat në Tiranë në Durrës, villat në Brezovic dhe ato pasuri që flitet se fshihen në Monte Carlo dhe Dubai. Ky është njeriu, themon, që sot e akuzon qeverinë e Kosovës për vjedhje në energji, ndërkohë që mbi supet e tij rëndojnë akuzat e Grabovcit për uzurpimin e pronave në Pej, trullit të qerdhës së fëmijëve në Dragodan dhe kontrollin e kazinove në Kosovë. Analiza e Birnit, Balkan Investigative Reporting Network, tregon se dezinformimi rus ushqehet pikërisht nga këto tensione të brendshme. Ku Kremlini raporton se një aksident trafiku është torturë e qeverisë ndaj serbëve, ai e përdor të njëjtën teknik manipulimi që e përdor dhe opozita e vjetër në Kosovë, mjegullimin e fakteve me emocione të forta. Këtu domosdoshmë e tërheq paralelin e operacioneve të përbashkëta narrative të krejt opozitës kosovare me Beogradin edhe me Kremlin. Prandaj rastësisht në videon e mëhershme ju bona pyetje këtyne që po proklamojnë rreshëm gazin rus si gaz amerikan, a mos jeni të punuar me Serbinë, kallzoni se ta dim bile. A u kupton që të mos harxojmë parë pa lidhje me u paguën parlament me buxhet tonë. Tjetra. Ky zotni Ramush Haradinaj e ka bën një skandal tjetër të radhës, që është arsyeja pse ky nuk mundet me u kualifiku kurrë për me u kandidu si president. Skandali i radhës është hapja e konakut të familjes së tij për Batan Haxhiun, njeri besnik të Stanishiqit të Beogradit. Kemi shkruar edhe për atë temë. Tjetri skandal është
fakti i lidhjeve të tij të ngushta me Richard Grenellin, mercenarin e Moskës dhe mercenarin e Beogradit. Lidhjet e tia me Grenellin aq skandaloze, apo merrni vesh, sa që shkojnë edhe deri të dyshimet e përfshirjes e Grenellit për aprovimin e një operacioni klandestin për ta bërë tentimvrasjen e kryeministrit Kurti gjatë zgjedhjeve të vitit 2021. Haradinaj, vetë zoti Ramush Haradinaj, dyshohet bazueshëm në sajtë e burimeve tona ndërkombëtare si njeriu i cili ka qenë prapa pagesave, ose mund të ketë qenë prapa pagesave, të prek kodrës vrasësit me pagesë për me ardhë, me u përpjek, me vra kryeministrin Kurti, masi që ishte bërë poq qeverisë e tij me Abdullah Hotin në fund të vitit 2020. Dhe puqi i administratës Kurti Hoti është bërë po ashtu me planin strategjik të Richard Grenellit, po mercenarit të Moskës dhe mercenarit të Beogradit. Ky është takimi në cilën dyshohet se zoti Haradinaj ka qenë i takuar me Grenellin për të kërkuar një aprovim të dytë, për një përpjekje të dytë për të vrarë kryeministrin Kurti gjatë zgjedhjeve të gjithashtu të shkurtit të vitit 2025. Arsyetimin e udhëtimit të tij në Amerikë, zoti Haradinaj e ka bë mbi pretendimet se po shkon me marrë pjesë në inaugurimin presidencial të presidentit Trump, mirë po siç nuk është lejuar të marrë pjesë Grenell, duke qenë se i është revokuar certifikata kombëtare sigurisë, nuk është lejuar as Ramush Haradinaj, duke qenë se është njeri që është lidhur me një individ të zyrtar të Shtetit Amerikan, të cilit i është revokuar certifikata sigurisë, por gjithashtu duke qenë se është njeri që është i lidhur me një person tjetër që është në listë të zezë amerikane. Kush është ai personi që është lidhur me të cilin është i lidhur Haradinaj që është në listë zezë amerikane? Është Daud Haradinaj, vllau i tij. Dhe burimet tona ndërkombëtare tregojnë që kjo ka qenë ndër temat kryesore që është bisedë që mund të ketë qenë e biseduar ndërmjet Haradinajt dhe Grenellit pra një përpjekje e dytë për tentimvrasjen e kryeministit Kurti në shkurt të vitit 2025. Na e kemi raportuar edhe këta. Ja kemi dhënë mundësinë edhe zotit Haradinaj me i dhënë komentet e tyre, kemi shkruar kës, mi po ata kanë preferuar mos më u përgjigj në pyetjeve. Kjo është arsyeja tjetër pse ky në asnjë mënyrë nuk mundet me u kualifiku për kandidat për president. Se nëse këtë kanë harru çka ka bëu ky, unë nuk harroj. Kur u pat kthy prej Washingtonit gjatë çeti takimit me Grenellin, kjo u kthy me valën e deklaratave, tha, Kurti tha, po i kërcënon marrëdhëniet Amerikë-Kosovë, edhe tha, unë tha kom ardhur me mesazh të qartë për Amerikës këtij, pas kanë dhënë mesazhin, ja pas kanë pas shkruar si Hajmali në xhep, edhe tha, ky tha do të më dalë për qeverisë. Okej. Mirë, veç ky ka shumicën e popullit, ti s'ki kur gjo, ti me nxi pragin për kalon. Edhe ato partia jote e kaloi pragin, fakti që shumica e qytetarëve nuk dolën, jo shumica, po një pjesë e madhe e qytetarëve nuk dolën me votu. Edhe fal asaj që ti, zoti Haradinaj, nuk je më në listën e kandidatëve për deputet numër 1, po dole numër 11. Pse? Se e keni di, do më thonë që ti e arsyeja kryesore pse njerëzit nuk e votojnë akën. Sepse keni plaçkit, keni vjedh, i keni bë dome këtij veni, keni bë zullume. Zullum keni bë. Kupton? Çka keni bë tjetër ju? Çka dalë të gjë? Çfarë çka keni bë? I keni abuzu. E keni abuzu dhimbjen shpirtnore të dashnisë nanës për fëmijën e vet. E ke abuzu dhimbjen e nanës tënde për me përdor për fushat parazgjedhore bre marret kuft. Edhe me kon e ke leju me ta përdor
dhimbjen e nanës për vllaun e rënë hero dëshmor të këtij kombit, kanë ke leju ortakun e Zvonko Veselinovićin, Berat Buzhalën. Merreni me men. Shih. Madje, e ke pagu ato për këtë. Luani, shkallëzajni, e në vjeri. Nuk po du me lënë ma shumë se zemra për kallët, se është e tmerrshme, është tragjike, është pa fytyrësia më e poshtër në këtë tokë e në tokë të tokëve që mundet me e pa njeri që një politikan me abuzu dhimbjen shpirtnore të nanës vetë që e ka për fëmijën e saj të rënë dëshmor të kombit, hero të këtij kombi, për çka? Për paqarat e tua politike, more Zotit marroft. Edhe kon e ke lon edhe nuk e ke lon, e ke pagu se ky Berat Buzhala nuk të bën as frym nuk të merr pa ta marrë jemin e pagesave. Ky njeri, Berat Buzhala, është njeri që e ka tregtu dhimbjen e torturave të babës vet që ja kanë torturu në burgun e Likovcit. E ka tregtu, domethënë, torturën e babës vet përpara. Ky njeri s'le sen pashit. Apo kupton ti? Ky njeri është ortak me Zvonko Veselinovićin, kriminalin serb të kërkuar ndërkombëtarisht, i ka bë dom e Kosovës një mas një, që është i lidhur me familjen e Aleksandr Vučićit, që është i lidhur me Milan Radojčićin. Edhe merre me men, more zotni Haradinaj, ja ke lën këti pisi mundësin me abuzu me dhimbjen e të shenjtës nanës tënde, nanës së shenjtë të dëshmorit herojit kombit, vllau tënd. E nuk po ja përmend emrin për shkak të respektit ndaj tij që ka rënë për shtirimin e këtij vendit. Aty marrët kuft, nëse kine e farmarre. Se shka i ke boti këti vendi, nuk e dia kina i copë marrë aski. E tasht, vazhdojmë të tje. Çfarë zeza shka bo? Shëre, tjetra, ku na e kemi dokumentu gjithashtu. E bin një far informacionit rrejshëm, që është athoj, shefi i CIA-s për Ballkanin e nderon familjen Haradinaj në Glogjan. Apo mërvesh apo nga knina. Shefi i CIA-s për Ballkanin. Qërja shefin. Manen men që të ftyrë mirë i dashën publik, po për juve që doni me lexu deri në fund, artikulli quhet Fantazma e CIA-s në Glogjan dhe është në seksionin e hulumtimeve që quheshin këtu. Shefi i CIA-s për Glogjanin, apo marrësh që Ron Patriku me Halit Sahitajn me Milajm Zekën. E tash t'ju kallëzoj kush është Milajm Zeka nëse se dini. Është njeriu që ka qenë aq i besuar nga kompania shtetërore e fluturimeve ajrore të Jugosllavisë, jatit, sa që ka punuar për ta në kohën kur ky thot se gjoja është dëbuar e persekutuar nga regjimi i Jugosllavisë. Po nëse të pas ka persekutuar regjimi i Jugosllavisë, çush është e mundshme të ka punësu në kompaninë e vet ajrore, gjë që pa pas proces të vettingut për shërbimit sekret Jugoslav të s'ke mujt me marrë punë në organizata shtetërore. Qysh ta lejun ty atë punë?
Pse ti s'po del mja spigu publikut kur të kanë zonë autoritetet e sigurisë kombëtare suedeze çka ke pas ndorë të qumë Beograd, si që dojnë ata që na kanë tregu neve. Pse s'del mja spigu popullit shqiptar në diaspor që ja u ke kesh përdore abuzu krejta fondet në gjatë gjithë kohës sa ke qenë perëndim. Pse nuk del me kallëzu, pse ja shite pamjet e luftës shqirimtare o Milajm Zeka, Sllaxha Nazariqit, të Beogradit, shoqës apo të afërmës së Aleksandr Vulinit, për me I përdor pamjet e luftës shqirimtare në filmin e saj dokumentar Shtëpia e Verdhë, ku akuzohet rreshëm UÇK-ja e lavdishme për gjoja, si thot Serbia, trafikim me organe. Milajm Zeka është gjithashtu njeri I besuar I Fatmir Shehollit. Na flasëm me fakte I dashëm publik, kështu që unë s'po pritoj hiç me ja u gjetë materialin e këtij pretendimit të sapo thënë që Milajm Zeka është njeri I besuar I Fatmir Shehollit. Vesh një moment. Vesh një moment. Është shok për kop kreje. Që shtojnë një fjale vjetër popullore. Qatë që dashën është Milajm Zeka me Fatmir Shehollin, sa që Sheholli e ka fotografinë e Zekës thujse në dhjetra postime të tij në Facebook. Madje, Sheholli ka gjetë kohë me fotografu Milajm Zekën edhe kur u kon të flajt në televizor. Edhe që ka thot Big Brother VIP Kosova, u kënaq Milajmi të flajt. More Sheholli. Gjithashtu na dim që Milajm Zeka është arrestu bashkë me Fatmir Shehollin në ndyshimet për spionazh kundër Kosovës në favor të Serbisë. Dhe na kemi dokumentuar ato, kemi dokumentuar që Milajm Zeka ka marrë materiale nëpërmjet USB-s prej Fatmir Shehollit për me I distribuar të cilat materiale kanë qenë të katuara në kuzhinat të shërbimit sekret të Beogradit për me vëshu Kosovën me informacionet rreshme. E ndërto gjitha zezat që kam thonë për kryeministin Kurti e Republikën e Kosovës, që gjoja që ka të I prish marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi. Pra, zotni Haradinaj është I përfshim në skandalin e këtij viti, të marrë 30 marsit, ku rrehet, është rren, që thojnë se shefi CIA-s për Ballkan ka ardhur në familjen e Haradinajt në Glogjan. Ai ka qenë Ron Patriku në familjen e Haradinajt në Glogjan, mirë po ai nuk është shefi CIA-s, ai është rren. Sepse ne konfirmuam kush është Ron Patriku, se kur e raportuan këta skallëzuan kush është personi, këta veç e qetën fotografin, e qetën videot, edhe bone nomin, thanë, au, kukuq ka bo, punë e madhe, shefi CIA-s për Ballkan, pas ka orte, tera mosh Haradinaj. Shpirtat e Marisi sholla pushtoni. Tash, një material tjetër hulumtues që kemi bënë në raport me zotin Haradinaj, është gjithashtu informativ hulumtues, po është edhe analitik. Si që a thash, është në seksionin e politikave kombëtare dhe tema është si u la në harres dokumentimi I krimeve të luftës në Kosovë. Komplet këtu e keni historikun, shkoni lexoni artikullin, keni citate të diskutimeve në parlament, po që pse zoti Haradinaj s'bën me kon kandidat për kryetar. Keni nevojë me shpjegoj më shumë, fotografia flet vet. Në vitin 2018 zotnia e ka prit
Radojqiqin në zyren e kryeministrit edhe një muaj mas atij takimi e ka mbyll institutin për dokumentimin e gjenocidit serb në Kosovë. Kjo është arsyeja tjetër pse ky nuk është i kualifikuar për me u konë as kryetar shteti, as kryetar partije që ka dhënë ndërheqje, as kryetar kërkushi hiç. Tjetra, edhe pas gjetjeve tona hulumtuese që dokumentojnë se Ron Patriku nuk është agent i CIA-s, na e kemi gjetë, pastaj e kemi hulumtu, e kemi marrë vesh se Ron Patriku kishte qenë kontraktor i Wagnerit rus në Libi. Këtu është artikulli i dytë, me 25 maj 2026, ku e themi, si u hapën dyert e AKI-s për njëri që CIA nuk e njeh. Langley e mohon çdo lidhje të Ron Patrikut me CIA-n, ndërsa qasja e tij në AKI në emër të CIA-s mbetet pa shpjegim publik zyrtar. Pse kemi rreshtuar grafikisht Ramush Haradinaj pas Ron Patrikut dhe Ron Patrikun pas Richard Grenelit? Sepse në këtë fotografi që ju tregova më herët, po që e kemi bashkëlidhur edhe këtu, apo shini, Ron Patriku, Halit Sahitaj, Milajm Zeka. Halit Sahitaj është njeriu që është kriminal, po që është operator i GRU-s, operacioneve klandestine të sigurimit, shërbimit sigurimit shtetëror rus për operacionet jashtme. Ky është kontraktu për Richard Grenelit me ardhë me intervistu këto edhe këto për me hartu një raport të rrejshëm ku edhe vetë analisti i atij raportit John F. Moynihan thotë që ky raport nuk është i besueshëm. Do me thonën, këta e ka ndërtu një raport të rrejshëm për me sulmu gjykatën e drejtësisë të Kosovës në Hagë, me rrena, me insinuata, me falsifikime, me fabrikime të lloj-llojshme, dhe fabrikimet janë aq të lehta për mu identifiku, sa që edhe vetë autori John F. Moynihan në raportin e tij 111 faqesh thot, unë nuk ju besoj këtyne personave. Ndërta, këta e kam pru edhe udbashin, pra agentin e shërbimit sekret Jugoslav, Darko Perovicin, me qenë ndër dëshmitarët që jepen intervista aty, por e kanë pru edhe Edlira Qefalin, gruan e Milajm Zekës. Aja çka është interesant është që në një komunikim tonin me telefon ku flet Milajm Zeka me ne kur e thirrëm na për me marrë pyetje, ai thotë që nuk e njoh Milajm Zekë, nuk e njoh Halit Sahitajn, thotë që nuk e njoh Darko Perovicin, thotë që nuk e njoh Edlira Qefalin. Por në një postim të tij në Facebook del që i njeh. Pastaj, në dokumentimin ton për lidhjet e këtij Milajm Zekës edhe Halit Sahitajt, na kemi konfirmu që këta janë jo vetëm të afërt profesionalisht për punë klandestine operative kundër Kosovës, po kanë edhe afërsi personale intime. Gjë që kemi botuar në një segment audio inqizimit ku kemi fol me Halit Sahitajn që thot, s'kam nevojë me kallëzu çka, po ju që keni lexuar artikullin mundi me pa, po mundi me shku me lexuar artikullin prap aty. Këtyre çështje kemi dokumentu ai nëpërmjet një prej veprimeve të shumta që i bëjmë ne si redaksi e hulumtimeve, nisjen e një hulumtimeve për persona publike bëjmë nëpërmjet një sistemi që quhet OSINT, Open Source Intelligence. Pra informacione inteligjente të burimeve të hapuna. Çka do të thonë burimi i hapun? Nëse ti je person me interes për redaksin tonë, na të him ta skanojmë komplet Facebookun. Pikure ke themelutje, na spritojnë, na heqe këshyrëm, çka ke botuti, çka ke printu, çka ke shkru, qofshin edhe ato fjalë të shkru me janë, nimi copa na, nimi copa t'i lexojmë fije për pa, nëse ka dëshmi që lidhen me temën të cilën na jemi të hulumtu.
Edhe ajo që ka na kemi gjetë, është që kjo. Apo sheni veturën? Postemi Milajm Zekës me 22 korrik 2024. Në komunikimin tonë me Halit Sahitajn, na pyesim Halit Sahitajn, ajo kujtohet tabela e regjistrimit të veturës. Qërë është ka thot Halit Sahitaj? NH, fillon me NH thot, na i themi NH apo NM? A i thot NM më falë. Unë i thonë, do më thonë, po e konfirmoni se tabela e regjistrimit ka filluar me NM. A i thot, po. Qërë tabela e regjistrimit NM. Tasht. Pyetje tjera. Ja qojnë e fotografinë Halit Sahitajt, apo e she? Edhe i thonë, po e nje këtë vetur. Po thot, kjo ka qenë rënë. Na kemi ditë që kjo ka qenë rënë, na kemi ditë që kjo ka qenë vetur e marrën me qira prej Halit Sahitajt nga Holmani i Gjermanisë. Pse kemi ditë? Në momentin kur Halit Sahitaj është përpjek me më korruptu mu, me dokumentet fabrikume, na e kemi kuptu që është një operacion që është të përpjek me ndërtu kompromat ndaj redaksisë tonë, në mënyrë që me na bo njeve me punu për ta. Qa kemi bo na? Na ja u kemi lujt lojen psikologjike, tu i binda ta që mbase na kena kap karremin. Qëllimi ynë ka qenë me kuptu kush është prapa këti këti operacioni. Edhe në momentin që Halit Sahitaj na e ka nda kartën e tij të identitetit që ka qenë i shumë për institucioneve të servis, na e kemi marrë qatë kartë identitetit edhe e kemi shoshit në për krejt institucionet ndërkombëtare evropiane të sigurisë, ku kemi kërku ndihmë për me nda informacion nëse dikush e njeh këtë person, me çka është u marrë, kush është, pse është, çka është u bë. Gjermania ka nda informacion, Zvicra ka nda informacion, Spanja ka nda informacion, e disa shtetet të tjera. Edhe në sojë të informacioneve që na i kemi posedu, si redaksi, i kena bo pyetje Halit Sahitajt, vetëm për me konfirmu a janë të vërteta informacionet që na i kena marrë. Kur e pys Halit Sahitajn gjatë cilës kohë keni pas veturën, qërë ku thot këtu? 2024 gjatë verës. Dhe a është viti 2024 kër e ka botu Halit Sahitaj, Milajm Zeka qëtë vetur këtu, në postimin e ti në Facebook, a është korrikur koha verës? Është. Që kjo është mënyra që shi kemi dokumentu cakum pakum me open source intelligence, lidhjen e afërt dhe bashkëveprimin e bashkërendimin e Milajm Zekës me Halit Sahitajn. Për më thonë, këta njerëz nuk ka shansë ma, këta mujnë me mohu që se njoj njëri tjetë. Amo na i kemi të dokumentu me këtë punë. Kështu, po kalojna prap të zotni Ramush Haradinaj. Pra, ja u rëndita faktet e mahershme pse kjo është i pakualifikuar për me qenë njeri kandidat për kryeministët e Kosovës. Ja u thash edhe faktin e fundit që këta Ron Patrikun përveç i rrajshëm e kanë paraqit si njeri shef të CIA-s, këta gjithashtu bashkë me shikun vrastar të Kosovës kanë arrit me penetru Ron Patrikun në Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, që është skandal i llojit vet të pashoq dhe që është skandal që qeveria e Republikës Kosovës, qoftë ajo në detyrë apo pa detyrë aktualja, halo nuk ka ndërmarrë veprim konkret lidhur me këtë skandal. Normalisht, me media të rregullta, qëto zhurmat që vi bojnë këta lagja mediave të Beogradit në Prishtinë, i çdo është me bo zhurmën edhe për çdo. Ama ata se bojnë zhurmën për këto sepse kjo është pjesë e operacioneve të tyne. Apo kupton? Normalisht që ky veprim i çdo është me shkaktu dhe shkarki edhe madje edhe ndoshta edhe dorëheqjen e kryeministrit. Sepse kryeministri e ka emnu drejtorin e inteligjencës kombëtare, Agjencisë Kosovare të Inteligjencës,
i cili ishtë dasht me kanë i përpikëm për me zbatu protokollin e sigurisë kombëtare, pra mos me lonë Ron Patrikun veç me ardhë me hija të nzyre, unë kanë thonë Amerikanë, unë kanë thonë ambasada, qush edhe kanë rajt këta, po dasht me zbatu protokoll, me komuniku Langlejn, me marrë vesh, a është e vërtet që Ron Patriku punon për Shqipërcian. Na e kena komuniku Langlejn, na e kemi të konfirmume që aj nuk punon për Cian, aj nuk ka të bëj kurrë me Cian. Prandaj është kërcënim i sigurisë kombëtare për Republikën e Kosovës në çdo moment që Ron Patriku është në Kosovë, në çdo moment që Ron Patriku vazhdon me qenë AKI. Dhe arsyeja pse Ron Patriku vjen aty është pikërisht operacioni i përbashkët Richard Grenell, mercenari i Rusisë dhe Beogradit, edhe Ramosh Haradinaj, që na nuk e dina mercenari kujna është kë. Po i Kosovës nuk po del. Se po i bandom Kosovës. Se kena shka me të bozët një. Faktet po dalin, unë nuk kam faj pse ti e qështu. Skandali tjetër. Haradinaj është një prej autorëve kryesor të propagandave të rreshme, fabrikimeve, deklaratave fabrikuse ndaj kryeministrit Kurti, kur thot se Albini është me Serbin, Albini është Albin Serbia, është të punu për Serbin. Do me thonë, Haradinaj është rënë, ka ndërtu një rjetë rënave në cilin a i tash, normalisht, kur ta pyet gazetari aty, a ke menu për kandidaturën për president, normalisht që a i e ka ftyrën e trishtueshme se e din çka ka rajt. Se dush me konë figur e paprekun unitare për kombi për me qenë president. E kë as qarapat e tina nuk janë të vlefshme për kabinet presidentit. Lere mo ndo një fije e vetë Haradinajt. E tash, kur ja përmeni Kurti që tha nuk ka edhe shlirimtar dhe zullumqar, kë reagoj. Tha, po i sulmonu që kën, në mund edhe këtu rren, nuk është u sulmu që kën. Jo, zotni, u që këja ka lavdin e vetë pa kontestushme. Problemi ytë është që ta ka kthy pasqyrën Kurti edhe ka thonë këqyre vetën pasqyre. A je zullumqar, a je shlirimtar. Apo mërvesh apo në koknena. Edhe ty të ka dalë në pasqyre që je zullumqar, se ti e din fort mirë, ma mirë se kush do tjetër, çka jeti. Se e din çka ke bo. E tjetra, këqyre kon e ka marë për deputet. Zotin na pështoft. Këqyre kon e ka marë për deputet në këto zgjedhje. Veç këqyre. Njeriun Renacak më patologjik, figurën më negative, më të poshtër, më të paskrupullt, më idioteske, më të pa oft politike në hapësirën shqiptare. Ky njeri rën, kur nxihet të rrejt, rën për rënën që ka rrejt, kur nxihet të rrejt për rënat që ka rrejt, rëna pet për rënat të cilat ka rrejt të rrejt, derisa të ngulfatët në rjetin e rënave të tij. Karakteret të tilla kemi sa dush me bollën Kosovë, është Lirim Mehmetaj, është Berat Buzhala, është Baton Haxhiu, është Valon Sylla, është Ilir Mirena, është thuj se krejt spektri politik opozitar. Pa përfundim, apo marrëvesh. Von, para menoje këto e ka marrën si njeri deputet. E unë ja shkrova një artikull se rajtin një ditë nga qërë që ka rajt Sali Regja. Qërë kandidat i AAK-s për deputet. Besoni se mu si qytetarë Zvicrës mund preferohet mos marrë Kosovë pushim, dhe me thonë Kosova është paraqitet si vendi rrezikshëm ku mund. Apenini Rancin shka po thotë. Këtu na i kemi Federal Department of Foreign Affairs
Travel Advice for Kosovo, Swiss Confederation Consultor, konsultuar me 8 qershor 2026. Kërkon në këtë material nuk thuhet çka rren Sali Rexhaj. Gjithsesi, i dashur publik, na e kemi dokumentuar rrenën e tina, e kemi raportu, e kemi nxjerr para publikut, unë kom reagu publikisht gjithashtu kundër rrenës këtina, edhe i kemi qu pyetje edhe Ardian Gjinit si kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, edhe si kandidat për kryeministër, i kemi qu pyetje edhe Ministrisë Punëve të Jashtme të Zvicrës, tash po e presim përgjigjen prej tyre, eventualisht do ta nxjerrim në një artikull tjetër. Po që ta keni ju parasysh, pra kjo është një ndër shumë probleme të tjera që i përmenda më herët, e shumë që nuk i dina pse Haradinaj nuk kualifikohet për kandidat për president të vendit. Tjetra, artikulli hulumtues kapitali rus me flamurin amerikan në Kosovë. Këqyrë në tash. Këtu normalisht e kemi nxjerrë hulumtimin, po e kemi nxjerrë në seksionin poshtë të politikës kombëtare, sepse e kemi parë të domosdoshme për me bëj interpretimin korrekt të gjetjeve tona hulumtuese për me e thjeshtëzu publikut se çka do të thonë krejt kjo situatë të cilën këta janë të rrejt. Normalisht nuk bën me shkru një artikull për Haradinajt pa ja kujtu publikut që Haradinaj është autori që ka qelë zyrën e kryeministrit Republikës Milan Radojqiqit, i cili është përgjegjës për orkestrimin një përpjekje të aneksimit të veriut Kosovës në shtator të vitit 2023, pra një vit masi që Serbia dhe Rusia e kanë nënshkruar një marrëveshje të përbashkët të bashkëndimi politikave tyre të jashtme, dhe masi që Serbia ka dështu për me marrë veriun e Kosovës në formë ceremoniale siç ja kishte premtuar Hashim Thaçi. Kjo është artikulli ku na e spjegojmë krejt hulumtimin ton lidhur me historikun e nënshkrimit të marrëveshjes me atë që këta e quajnë gazi amerikan, e që faktikisht është gaz rus, e qëtë marrëveshje ka nënshkruar Ramush Haradinaj, pastaj Albin Kurti e ka anullu, pastaj e dashur Kosova mi pagu mbi 21 milion euro taksat publike ndaj kontur globalit, edhe tash këta janë të vazhdu me rrejt që gazi rus është gaz amerikan, e që kompania kontur global është kompania amerikane, e faktikisht është kompani ruse. Këta janë të rrejt. Edhe që kjo është ndër arsye të tjera pse i dashur publik, zotni Haradinaj nuk kualifikohet për kandidatur të zyrës së presidentit. Ka që kisha personte, ju kërkoj ndjesë nëse ju kom lodh, ndoshta e kom zgjat pak, po është domosdoshme i dashur publik për me ja spjegu rrën e skaj këto zhvillime, këto tema, për me ja ndërlidh kontekstin, me ja ndërlidh historikun, me ja dokumentu gjithashtu si që më patu manevru në përfaqet website-it për me ja nxjerr dëshmit, sepse është e rëndësishme i dashur publik që ju me u armatos me informacion të vërtet, në mënyrë që kur diskutoni e debatoni me të tjerët, ti keni informacionet e qarta, ta dini ku me i gjetë, nëse ju duhet me i gjetë, për mja dokumentu dikujt, edhe prandaj është rëndësishme që me qenë e spjegueshme. Edhe njerë për fund, ju falemderit shumë që keni qenë ndaj tash me mu, ju falemderit shumë të gjithë të tjerëve që vini edhe shihni këtë video pas disa ditëve kur të keni mundësinë me e pa. Ju falemderit shumë mbi 200 abonuese me pagesë të cilët janë të abonuar me pagesë dhe po na ndihmojnë me mundësinë e lehtësimit të mbulesës së shpenzimeve tona hulumtuese. Ta keni parasysh që unë edhe pse jam në luftë, duke raportuar me mediat britanike, një ndër arsye kryesore është që me gjeneru pare më shumë në mënyrë që me mujt me pas pare për me mbulu shpenzimet e hulumtimeve tona që kanë bëjnë për Kosovën. Kjo është pra fakti që unë po ju flas edhe nga lufta në kohën e mbrëmjes, që normalisht është dashur me pushu, po nuk kena kohë me pushu, sepse vendin e kemi në rrezik,
prej batakgjinve, prej hordhive, vasalit Beogradit, vasalit armikut ton, edhe prandaj fatkeqësisht nuk kemi media cilësore, cilat ish dasht më marrë me këto tema në Kosovë, me krejt infrastrukturën financiare edhe editoriale që e kanë, por nuk po merren, sepse ose s'po guxojnë se janë të shitun, ose e kanë shit shpirtin, po për Kosovën nuk janë të punu, për interesat publikut nuk janë të punu, prandaj unë nuk kam zgjidhje tjetër post me punu. Mbështetjen e kam vetëm për juve dhe e pres vetëm për juve, prandaj ju lutem shumë, mos harroni, abononi me pagesë, sa më parë që është e mundshme, tregoni tjerëve që të abonohen me pagesë, sepse sa më parë që ne bëjmë buxhet, aq më parë ne do të mund të zbarkojmë Kosovë edhe të him temave harane skaj për me ju zbulu, me ju hulumtu. Është e mira që unë e gëzoj privilegjin e besueshmërisë gjërë publikut, pasi kam mbi 17 milion vizitor në rrjetin social në Facebook. Është privilegj i jashtëzakonshëm që unë e gëzoj besueshmërinë edhe tek institucionet ndërkombëtare të sigurisë, të cilat janë të rreshtuar me interesat tona kombëtare dhe me interesat e Republikës Kosovës dhe as pak me interesat e Rusisë dhe interesave tjera kriminale që janë të rreshtuar rrjetet tona politike në Kosovë, që janë në opozitë fatkeqësisht, edhe disa media. Prandaj ta shfrytëzojmë këtë mundësi, ta shfrytëzojmë këtë privilegj, bëni abonime me pagesë që të ndërtojmë fonde edhe pastaj të mund të hulumtojmë tema të rëndësishme edhe me tutje. Mos harroni, sa herë që keni nevojë për tema ndryshme, për gjëra që doni me i ditë, lere shkruani komentet e juaja, kërkoni përgjigje, unë do të përpiqem që t'ju informoj edhe që t'ju jap linqet e temave që i kemi shkruar. Tash për tash, qofshim e shnet, e faleminderit që jeni kënë e mu deri me tash. Natën e mirë.